Korça ka përjetuar një tjetër mbrëmje magjike në kuadër të Lulu Fest, festivalit ndërkombëtar të bandave frymore që ka sjellë një atmosferë të jashtëzakonshme në qytetin juglindor. Nata e dytë e festivalit mblodhi së bashku orkestrat pjesëmarrëse në një performancë së përbashkët që ndezi skenën dhe publikun korçar. Në qendër të skenës, ritmet e fuqishme dhe tingujt harmonik u ndërthurën në një koncert që përçoi energji, profesionalizëm dhe emocion. Liriona Sulejmani, dirigjente e orkestrës frymore të Forcës së Sigurisë së Kosovës, u shpreh se ndihet e privilegjuar të ishte për herë të parë në Korçë. Ajo theksoi se mikpritja e qytetarëve e bëri të ndihej si në shtëpi dhe se për të ky festival ishte një mundësi për të bashkuar dashurinë për muzikën me atë për atë dheun. Unë në Korçë po ndihem shumë mirë, ju tregova edhe dje që për mua është kënaqësi që jam këtu edhe pse për herë të parë. Kemi qenë shumë të mirëpritur nga qytetarët e Korçës, edhe kjo na ka bërë të ndihemi edhe më mirë. Ne sigurisht këto jemi për të bërë muzikë edhe për ta zbukuruar edhe më shumë këtë qytet të bukur, kështu që besoj e kemi arritur qëllimin. Rrugëtimi muzikor i Liriona Sulejmanit është ndërtuar mbi dy shtylla të forta, dashurinë për atë dheun dhe pasionin për muzikën. Ajo i ka bashkuar këto dimensione të rëndësishme të jetës së saj, duke qenë pjesë e orkestrës frymore të Forcave të Sigurisë së Kosovës, ku dirigjon me krenari, e veshur me uniformën e ushtrisë së vendit të saj. Për të, profesioni dirigjentes mbart vështirësitë dhe sfidat e veta, por dashuria ndaj artit e bën çdo pengesë më të lehtë për t'u përballuar. Rrugtimi im muzikur po besoj është fjala për në FSK. Ka fillu me dëshirën e madhe për të bashku dy gjëra shumë të rëndësishme në jetën time. Ajo pjesa detare dhe pjesa e dashurisë ndaj profesionit, të cilat i kam bërë bashkë duke qenë pjesë orkestrës frymore të FSK-s, duke qenë dirigjente, po duke mbajtur veshur uniformën e ushtrisë të Kosovës. Besoj të gjitha profesionet e kanë vështirësinë e vet, mirë po drejtimi i dirigjimet i ka vështirësitë e veta, gjithsesi kur ke dashuri ndaj profesionet edhe ato vështirësi te i kalohen me lehtësi. Sulejmani shtoi se koncerti përfshin si pjesë të muzikës ushtarake, ashtu edhe këngë shqiptare, ndërsa kulmi i performancës është bashkimi të gjitha orkestrave në interpretimin e këngës E duam shumë Shqipërinë. Koncerti sotëm përmban dy pjesë në aspektin muzikor, luajmë marshe, të cilat janë muzikë ushtarake, edhe luajmë këngë shqiptare. Lidhjen e Prizrenit dhe Grykën e Kaçanikut. E në fund të gjitha orkestrat frymore bëhemi bashkë edhe luajmë këngën Duam më shumë Shqipërinë. Kështu që mendoj që është mjaft i rëndësishëm kur sheh orkestrat të nacionaliteteve të ndryshme që luajnë këngë shqipe. Emocione ndau edhe perkusionisti Patrice Berisha nga Forcat e Sigurisë së Kosovës, i cili e cilësoi këtë përvojë si të paharrueshme. Është një eksperiencë e veçantë në çdo paraqitje, sidomos kjo e si vjeçit, e cila është për mua është ardhja e parë në Korçë, dhe është një eksperiencë shumë e veçantë dhe një privilegj të jem në mesin e shumë kolegëve dhe disa shteteve të ndryshme si Kroacia, Arbresht, Orkestri Simfonik, Banda e Tiranës dhe ne të Kosovës që jemi bashkë. Është një gjë interesante sepse edhe neve na bie shpesh të luajmë vepra të shteteve të ndryshme, posaçërisht tash edhe grekët edhe kroatët gjithë do të luajmë një vepër shqiptare bashkë. Kjo është një gjë e veçantë për këtë festivalin, posaçërisht për neve. Kështu që shpresoj që edhe vitet tjera të vazhdoj ky Airbit festival. Edhe muzikanti kroat, Željko Kertez e përshkroi pjesëmarrjen në Lulu Fest si një eksperiencë të re dhe të mrekullueshme. And this is our first time in city of Korçë. Nga Kroacia dhe kjo është hera e parë që vizitojmë Shqipërinë. Banda jon ka mbi 50 vite traditë dhe zakonisht luajmë muzikë filmash, botërore dhe klasike. Ndihem shumë mirë dhe shoh se edhe pjesa tjetër e grupit mezi pret të performoj për qytetarët e Korçës. Do të luajnë këngë filmash dhe disa këngë pop. E njohim këngën E duam Shqipërinë dhe mezi presin bashkëpunojmë me orkestrat shqiptare dhe kosovare. Është një mundësi e mrekullueshme që 4 orkestra të luajmë së bashku. Drejtuesi i festivalit, Ilir Kodhima, tha se pas provës gjenerale me të 4 bandat, emocionet ishin të jashtëzakonshme. Ai theksoi se Lulu Fest ka zgjuar Korçën me ritmet e bandave dhe me atmosferën festive, që ato përcjellin tek qytetarët. Sipas tij, ky festival është një urë bashkëpunimi mes vendeve dhe qyteteve që ndajnë të njëjtin pasion për artin. Ishte një emocion i papar, jam i sigurt që në koncert do ketë akoma më shumë emocion.
dhe jam i sigurt që Korçën e kemi zgjuar me këto ditë të forta, me ritmet e bandave, me festën që ato përçojnë tek publiku, por edhe me mësimet për të rinjtë të qytetit dhe me workshopet ose me takime me disa artistëve. Siç e dini, kanë qenë 4-5 banda të mrekullueshme, ajo e Forcave të Armatosura të Shqipërisë, Orkestra Filmore e Sigurisë, Forcave të Sigurisë të Kosovës, e cila është një bandë mrekullueshme e konsoliduar në mbar trevat shqiptare, ndoshta më e mira, mund të them. Është një bandë arbreshe, të cilat ata kanë ardhur bashkë me kryetarin e bashkisë tyre dhe jemi munduar të stimulojmë sa më shumë një bashkëpunim midis dy qyteteve të asaj San Giovanni di Albanese në Itali edhe bandës Korças. Jam i sigurt që do vazhdojmë bashkëpunimet edhe më tutje me artistët korçar, të cilët do shkojnë në këtë qytet arbresh, sepse patën dhe një ftesë nga kryetari i bashkisë. Gjithashtu kemi edhe bandën mrekullueshme të Korçës që kanë një traditë mbi 100 vjeçare dhe ne jemi sigurt që do bëjmë kontributin ton maksimal për ta ngritur në një nivel superior. Mbrëmja e dytë e Lulu Fest u mbyll në mënyrën më të bukur, me emocione, duartrokitje të zjarrta dhe ndjenjen e përbashkët të krenarisë që përçon muzika. Tingujt e 4 orkestrave që u bashkuan në interpretimin e këngës Se duam shumë Shqipërinë, krijuan një moment solemn e magjik, ku skena dhe publiku u bën një. Korça përjetoi një mbrëmje të paharrueshme, ku arti i bandave frymore u shndërrua në një gjuhë të përbashkët të paqes dhe bashkëpunimit. Artistët nga Shqipëria, Kosova, Kroacia dhe Italia sollën një mesazh të fortë, bashkëpunimi përmes muzikës.